Në fjalimin e sotëm për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha theksoi se në zgjedhjet që u zhvilluan në Kosovë ishin brenda standardeve demokratike dhe të lira. Sipas tij, në zgjedhjet në Shqipëri ndodhe kundërta, u zhvillohet një farsë elektorale. Ai shtoi se Kosova është 3 herë më afër BE-s se qeverisja shqiptare. Dhe shumë herë duhet të urojmë Kosovën për zgjedhjet model që ka zhvilluar. Ndaj dhe në vlerësimin që bënte një institut shumë prestigjioz, qeverisja e Kosovë dilte 3 herë më afër qeverisjes demokratike europiane se sa Shqipëria. 3 herë më afër. Qeverisja e një vendi që ka 7-18 vite pavarësi, krahasuar me një vend që ka 100 sa vite pavarësi. Ishte tregues jashtëzakonisht domethënës. Qytetarët e Kosovës votuan të lirë. Zgjodhen kryetarët që deshën. Pati komuna në cilët fituan krejtësisht të pavarur, vetëm me emrin dhe personalitetin e tyre, në rivalitet me partitë e mëdha. Dhe gjithë çka u zhvillua në standardet e ligjit, e kundërta e asaj që ndodh me zgjedhjet në Shqipëri. Kreu i Partisë Demokratike ka reaguar dhe në lidhje me shkeljen e pretenduar nga opozita që ka kryer presidenti i Republikës Bajram Begaj se punon në një klinikë private dhe pse ndalon kushtetuta. Berisha tha se kjo nuk ndodh në asnjë shtet tjetër të botës.